Arsye pse shqiptarët nuk duhet të votojnë më Edi Ramën, Sali Berishën, Ilir Metën dhe Lulzim Bashën. Vitet 1990-2000, tranzicioni i prishur dhe krizat e para. Në vitet pasrënëse të komunizmit, Shqipëria kaloi nëpër tranzicion me politikanë që sot akuzohen për paftësi dhe korrupsion. Sali Berisha, president në vitet 92, 97 dhe më pas kryeministër 2005-2013, lidhet me skandale të mëdha. FMN raporton se gjatë krizës së skemave piramidale 1996-1997 Shqipëria u përfshi nga trazira të pakontrolluara, qeveria u rrëzua. Vendi u përfshi në lufte civile dhe rreth 2.000 njerëz humbën jetën. Kjo situatë rrëzoi besimin tek drejtuesit e kohës, që nuk mundën t'i parandalonin skandalet financiare. Në fund të dekadës, qeveria e Berishës u përball edhe me tragjedi të tjera. Më 15 mars 2008, në Gërdec shpërtheu një magazin demontimi armësh, duke vrarë 26 persona dhe plagosur qindra të tjerë. Për këtë ngjarje prokuroria ngriti akuzë kundër 28 të pandehurve, përfshirë ish ministrin e mbrojtjes Fatmir Mediu, por drejtësia nuk i dërgoi ata menjëherë para gjyqit. Tranzicioni i vitit 1997 dhe tragjedia e Gërdecit u shihen si pasojë e sistemeve të dobta shtetërore dhe mungesës së kontrollit publik, për të cilat Berisha mban përgjegjësi bazuar në raportet ndërkombëtare. Vitet 2001-2010, protesta të dhunshme dhe skandale të tjera. Gjatë dekadës së parë të shekullit, Berisha rikthehet kryeministër 2005-2013, por regjistron edhe më shumë dështime politike. Më 21 janar 2011, gjatë një proteste masive në Tiranë kundër qeverisë së tij, Garda e Republikës qelloi mbi protestuesit. Të paktën 3 protestues të opozitës u vranë gjatë demonstratave. Human Rights Watch e përshkroi ngjarjen dhe akuzoi qeverinë se po ndërhynte në hetim, ndërkohë që Berisha fillimisht mohoi çdo faj. Raportimet dokumentuan se Berisha më pas justifikoi dhunën, deklaroi se do të vriste përsëri nëse do të ishte e nevojshme, dhe pengoi hetimet duke fshirë videot e sigurisë. Këto ngjarje u konsideruan nga media si abuzimi më i rënd i pushtetit në historinë e demokracisë shqiptare. Për fat të keq, drejtësia nuk ndoqi pasardhësit e komandantëve të gardës, duke reflektuar një sistem ku politikanët e mëparshëm nuk u ndëshkuan, çka nxit akuzat për kapje të shtetit. Në të njëjtën periudhë, edhe figura të reja politike lidhen me skandale. Lulzim Basha, kryebashkiak i Tiranës 2011-2015, u përfshi në hetime për leje ndërtimesh të dyshimta. Më 2015, autoritetet hetimore vërenin se gjatë mandatit të Bashës në Tiranë u lëshuan 17 leje ndërtimi, ndjekur nga dyshime se mund të ishin abuzive. Vetë Basha pretendoi se hetimet ishin të motivuara politikisht, por rasti pasqyroi perceptimin e publikimit të favoreve të fshehta në krahun e partisë së tij. Në mbarim të kësaj dekade, politikanët kryesor kishin lënë vendin me borxhe të larta dhe me portrete arrestimesh në horizont. Vitet 2011-2020, qeverisja e Ramës dhe vazhdimi i akuzave korruptive. Në 2013, Edi Rama, PS, u bë kryeministër i Shqipërisë. Edhe ai nuk i shpëtoi akuzave për dështime dhe korrupsion. Gjatë qeverisjes Rama u zbuluan disa skandale të mëdha korruptive me inceneratorët e mbeturinave. Për shembull, Spaki zbuloi se kontratat për ndërtimin e impianteve në Elbasan dhe Fier ishin firmosur në mënyrë të paligjshme, me pagesa të dyshimta për kompani ndërtimi. Ish ministri i mjedisit Lefter Koka u dënua me 6 vjet burg për korrupsion në këtë aferë, ndërsa ish ndihmës kryeministri Arben Ahmetaj është akuzuar gjithashtu nga Spaku. Në 2022, prokuroria sekuestroi impiantin e inceneratorit të Fierit dhe ngriti aktakuza ndaj Kokas, deputetit socialist Alqi Blako dhe biznesmenit Klodian Zoto për korrupsion dhe keqpërdorim detyre. Këto raste tregojnë se në qeverisjen Rama janë prekur zyrtar të lartë për skandale të kësaj natyre, por sistemi politik vazhdon të akuzohet për mbrojtje klienteliste. Për shembull, Rama vet u kritikua për përdorimin e akuzave të fabrikuara ndaj opozitës. Reuters njoftoi se kritikët e konsiderojnë Ramën me shumë pushtet dhe të paaftë për të zhdukur korrupsionin, dhe shënoi se pas rritjes së emigracionit nga papunësia e lartë, 420.000 shqiptar larguan nga vendi në vitet 2011-2023. Në radhë të parë qëndron mungesa e perspektivave ekonomike nën këtë qeverisje.
Në këtë dekadë, Ilir Meta ishte partner koalicioni me Ramën, si kryetar i Ilësisë dhe më pas president i Republikës 2017-2022. Ai u gjend gjithashtu në qendër të akuzave të korrupsionit. Në tetor 2024 Meta u arrestuan nga SPAK-u mbi akuza për pastrim parash, korrupsion pasiv dhe mos deklarim pasurie. Prokuroria tha se Meta dhe bashkëshortja e tij fituan paratë të shumta nga skema kontraktimi me kompanitë e huaja si ministër ekonomie dhe ndryshuan ligje në parlament për të përfituar prona nga marrëveshje me biznesmen. Edhe Meta i mohon akuzat, duke pretenduar se janë të motivuara politikisht, por fakti që sipas SPAK-ut edhe vepra të tjera ilegale, p.s. pagesa për lobime në SHB, i lidhin me transaksione të dyshimta, e ka rënduar imazhin e tij dhe partnerëve të tij politik. 2021-2025, SPAK, dështimet e fundit dhe kapitulli i kapjes së shtetit. Në vitet e fundit, Shqipëria ka parë edhe më shumë pranga e akuza publike ndaj politikanëve të lartë. SPAK, i krijuar në 2019, ka konfiskuar mbi 200 milion euro nga raste korrupsioni dhe krimi i organizuar deri tani. Megjithatë, opozita dhe media vazhdojnë të akuzojnë sistemin se ndëshkon zyrtarët e të tjerëve dhe jo miqt në pushtet. Vetë Rama u sulmua nga opozita dhe disa vëzhgues që e akuzojnë se po pengon veprimtarinë e SPAK-ut. Në mars 2025 është përmbyllur mandati i tretë i Ramës, ndërsa ai shikon të fituar edhe një mandat katërt në zgjedhjet e majit. Mirë po, sondazhet tregojnë zemërim tek shumë qytetar. Në një artikull të Reutersit nga prilli 2025 një banor tha me sinqeritet se nuk do të votonte kurrë më për Ramën pas dështimit me inceneratorët dhe shërbimeve publike. Po ashtu, pasojat ekonomike kanë qenë të rënda, vëllimi i ekonomisë zbriti, buxheti vuajti nga mosrealizimi i tatimeve të pritshme, e kjo ndikon tek çdo familje shqiptare. Ndërkohë, ish-krerët e opozitës nuk treguan më mirë se ata në pushtet. Sali Berisha, në krye të PD-s, u etiketua nga SBA si i përfshirë në akte të rëndësishme korrupsioni personae non gratae në SHB që nga 2021. Dhe akuzohet nga SPAK-u për një skem korrupsioni në pasuri publike në Tiranë. Lulzim Basha, pas humbjeve elektorale dhe protestave të dështuar, u largua nga drejtimi i opozitës në 2022. Në vitet 2019-2020, ai u përfshi në hetime për lobime financiare. Prokuroria gjeti prova se Partia Demokratike mori fshehurazi dhurime ruse, rreth 500.000 USD. Pa i raportuar siç duhej. Ai akuzohet gjithashtu se pranon të shtesa për fushata dhe i shmangej transparencës ligjore, akuzë për të cilën ende nuk ka dhënë llogari përpara publikut. Të gjitha këto shembuj, masakra të parandalueshme si ajo e 21 janarit, skandalet të korrupsionit të filmbërës në qeveri dhe mungesa e llogaridhënies, tregojnë një model të gjatë keqmenaxhimi dhe pakënaqësie. Raportet ndërkombëtare ngrenë shqetësimin për një sistem ku politika kapet nga një grup i vogël njerëzish. Sekretari amerikan i shtetit vuri në dukje se Berisha përdori pushtetin e tij për t'i furnizuar me para miqt dhe familjarët. Sipas analistëve, as Ramën as partnerët e tij nuk e kanë karakterizuar reforma institucionale reale, por përpjekje për të ruajtur kontrollin e saj, p.s. Fjalët e analistëve, vend i mirë në letër, por mungon zbatimi. Në fund, realiteti është i pamëshirshëm. Shqipëria mbetet me një rend ekonomiko-social të dobët dhe me shumë të rinj që ikin jashtë vendit. Duke pasqyruar këto realitete dhe duke mbështetur dëshmi të verifikuara, konkluzionet janë të qarta. Pas një historiku skandalesh, tragjedish dhe politike të dështuara që lidhen me Edi Ramën, Sali Berishën, Ilir Metën dhe Lulzim Bashën, qytetarët kanë arsye të forta për të shmangur nga votimi për ta.